Mirëmbrëma të dashur ndjekës të mi, mirëmbrëma të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar ngjarjet më të fundit, për të komentuar dinamikat interesante që sonte do të ndodhin në prajmin e radhës. Pritet sonte që të jetë një prajm dinamik, në fakt presim edhe një zarf të zi. Ju do të thoni Tiron përse zarf të zi? Zarf të zi për faktin sepse unë jam kundër përdorjes së gjuhës, së urrejtjes kundër drejt besimeve fetare, kundër drejt religionit. Tani, pa marrë parasysh që diskutimi ishte shumë i madh me Selinës edhe Rogertit, ku në këtë mes u përfshi dhe Gimbo për të mbrojtur Selin që e ka të dashurën e tij tashmë zyrtarisht në këtë lojë, mua nuk më pëlqen fakti provokimeve. A e përdorin besimtarët musliman mishin e derit, a e përdorin alkoholin, po gjithashtu do me thënë, a duhet të përdoret kryqi, etj. Ti thuash o kryq tjetrit, nuk është e bukur sepse Rogerti nuk është kryq, por nuk është as simbolizimi i kryqit. Kryqi është një gjë e shenjtë e cila ndodhet në kishë dhe lutesh dhe falesh me të në kishë. Ato të cilët janë të besimit katolik dhe ortodoks e mbajnë me vete në qafë etj, por është diçka e shenjtë që nuk duhet përdorur. Ashtu siç nuk duhet përdorur edhe kartat e besimit islam në një lojë të këtillë. Unë mendoj që feja nuk e ka vendin në Big Brother. Feja ka vendin në Big Brother për ta duar trokitur si katolikun, si ortodoksin, si muslimanin dhe për t'i treguar botës që ne dim të bëjmë bashkimin dhe jo të bëjmë ndarjen. E para njëri ishte kjo që doja ta komentoj, që me patjetër sonte do të komentohet si tematik nga opinionistët. Tani, a ishte pak egzagjerim nga ana e Rogertit? Me patjetër që ishte egzagjerim, sepse këtë javë ka qenë një javë pak më e qetë, nuk mund ta them një javë, domethënë nga e shtuna deri më sot kanë qenë ditë pak më të qeta, banorët kanë qenë pak më në atë qefin e tyre, nuk kanë patur tensione, nuk kanë patur zënka, nuk kanë patur dinamika. Dhe Rogerti kishte atë frikën që ndoshta nuk do të del në prime dhe duke i patur këto frikërat që ndoshta nuk do të jetë pjesë e prime-it, Rogerti e bëri të pamundurën të mundur dhe bëri të gjitha këto provokimet së bashku me Selinën. Janë fajtor, po që të dy janë fajtor. Rogerti nuk do të ishte fajtor në qoftë se nuk do të kishte përmendur fe të tjera dhe të jetë shumë strikt në fenë e tij. Unë mendoj që të gjithë duhet jemi zemërgjërë dhe t'i pranojmë siç janë, por në anën tjetër Selin nuk ka të drejtë t'i thotë o kryq sepse Rogerti nuk është kryq. Rogerti është një njeri me identitetin e tij, me karakterin e tij, me vlerën e tij, siç e ka dhënë Zoti në këtë univers dhe duhet respektuar për atë që është. Do me thënë, përpos kësaj ngjarje së madhe që do të flitet sonte dhe këtij diskutimi të madh që në fakt ditën e sotme ka patur gjatë gjithë kohës shtëpinë në tension, do të ndalojmë edhe tek aleancat e krisura. Aleanca të cilat ne i shikonim si aleanca të vërteta, si aleanca të pandara, sonte do të flasim pikërisht për këto gjëra. Debate të forta mes Selinës dhe Brikenës. Domethënë dy djemë të cilët u afruan si miq më të mirë, si shokët më të mirë, debatet më të forta mes grave të tyre. Krisje aleancash mes Rogertit dhe Artanit, dikur i shikonim si miq të mirë, por tani kanë krisjen më të madhe të tyre. Njëkohësisht këtu përfshir edhe Mirin, që mua më duket më së shumti në lojë si zari i Rogertit dhe më duket një lojtar i trembur. Domethënë ka frikën që të luaj vetëm sepse nuk ndihet i sigurt. Duke mos u ndjerë i sigurt, ai po i shkon nga mbrapa Rogertit dhe ka frikën që ja kthen qoftë edhe një fjalë. Domethënë kemi aleanca të ndryshme të prishura. Më pas, do të flasim për Selin dhe Gimbo. Selin dhe Gimbo janë çifti më i ri i asaj shtëpie, çifti që në fakt u përzgjodhen edhe nga publiku për ta bërë të dasmën e madhe, por siç duket martesa e tyre nuk shkoi ashtu siç u mendua të paktën nga ana e Gimbos. Selina këto ditë ka qenë shumë e ftohtë, ka qenë shumë e mërzitur, siç duket ndikoi shumë opinioni i opinionistëve të shtunën që Selina mori një vendim që të mbajë një lloj qëndrimi pak më të ftohtë në raport me gjithçka në shtëpi. Sqarime që u bën me Mirin ishin sqarime që unë e thash edhe dje, domethënë bën sqarime pa u sqaruar fare, nuk kuptova unë që të sqarojnë gjë, përpos duke bëri përsëritjen e të njëjtave fjalëve që i kanë thënë gjithmonë. Dhe nga ana tjetër Gimbo
e ndjen veten deri diku apo duket në një farë mënyre si i përdorur. Tani presioni që po ushtron Rogerti gjatë gjithë kohës në shtëpi duke i thënë Gimbos që ti je një njeri i përdorur, që ty Selim po të përdor për lojë, që ty Selim po të përdor për interesin e saj, siç duket e ka vënë Gimbo në disa pikë pyetje që të dy banorët kanë folë në dhomën e rrëfimit, kanë treguar ndjesitë e tyre, kanë treguar qëndrimet e tyre dhe sonte do të shohim në fakt se çfarë do të ndodhë me këtë çift dhe se si do të merret rrugtimi i tyre, domethënë si do të jetë rruga e tyre, e ardhmja e tyre në këtë shtëpi brenda. Domethënë sonte do të kemi detaje rreth këtij çifti dhe më pas për herë të parë do të kemi një deklaratë që mund të ndryshojë gjithçka në shtëpi. Tani një deklaratë që mund të ndryshojë gjithçka është deklarata e Gretës, aty dyshoj unë, sepse Greta ka thënë unë që jashtë e dija që do të hynte një njeri në shtëpinë e Big Brotherit, që do t'ja ndryshonte lojën Selinës, që do ta ndihmonte Selinën. Dhe kjo deklarata është një deklaratë e cila është komentuar jashtëzakonisht shumë, sidomos nga njerëz si puna ime që merren me këtë punë, duke u munduar që të kapin pikën se çfarë ka dashur të thotë Greta.